Andaj, nëse dëshirojmë me qenë prej atyne që i falë Allahu te bareke ve taala, çka të pendohemi dhe të kërkojmë falë Allahut para se të hyjmë në Ramazan. E pastaj, kur të hyjmë në Ramazan, duhet plotësuar tre kushte, mos i harroni prej tash mësoni. Kur të hyjmë në Ramazan, duhet plotësuar tre kushte që nëse i realizojmë, atëherë na falen gjunahet. Kushti i parë, agjerimin dhe çdo ibadet që e bëjmë këtë muaj që po vije, ta bëjmë me iman, me besim të plot në Allahun te bareke ve taala. Ta kemi një bindje që këtë urdhën të Zotit po e kryjmë veç për Zotin. Jo sikur dikush thotë po agjerojmë se në traditë familjare e kemi. E keni pa disa dhe para media thotë, babgjësh e kemi pas, na që shtove traditë e kemi na si familje me agjerua. Do me thonë nuk e bën agjerimin për Zotin, po e bën për gjyshin e për gjyshin, apo e bën për dikon tjetër. Jo, ai që agjeron me iman, besim të plot, edhe agjerimin e bën për Zotin, edhe e bën në mënyrën e atë mirë, edhe menon mirë për Zotin, edhe di që Zoti përmes të agjerimit çka ka më afal gjunahet, ai e ka plotësuar këtë kushtin e parë. Kushti i dytë, me llogarit në shpërblimet e Zotit. E para pra me agjerue për Allahun, me iman, me besim të plot. Dhe se bëjmë këto për tradit, apo për popull, apo për vena, apo për ata, apo për këta. Po e bëjmë vetëm për Allahun, me besim. E dyta, llogarisim në shpërblimin që ka me na dhënë Allahu i madhëruar. Edhe mendoj mirë për Zotin, që Zoti ka me pranue, edhe ka me na shpërblye. E jam e mendu kesh për Zotin, sikur disa. Pa ne pa agjeraj, Zoti le të bësh çka donë, ku e di çka bëhet me agjerim. Je e ditë sigur që ka me na pranue Allahu. Bile me ditë që kam dyshime, edhe me dyshue, se agjeraj hiç. Se anë, mos jem të paraqit këtë vepër para njerëzve kopraca, para njerëzve tamaqar. Na Zotit pi adërzojmë, ajo është bujar, ai fal shumë. Nuk po me dyshu fare. Dhe e treta, prej kushteve për na fal gjunahet këtë muaj të bekuar, është me u largue, jo mos me i bë, po me u largu me nejt larg gjunaheve shkatërruese. E nejt larg gjunaheve shkatërruese. Andaj, për ata dhe Allahu te bareke ve taala thot wa yaghfir lakum dhunubakum. Që do të thot dhe Allahu wa fal juve kanë gjunahet tuaja. Në komentin e kësaj pjese të Kur'anit, dietarët islam komentatorë kanë thënë, kjo është enkas për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra për ata që pasojnë rrugën e Muhamedit alayhi salatu wassalam, që mi afal Allahu gjunahet. E të tjerëve Allahu ka thonë wa yaghfir lakum min dhunubikum, dhe ja fal Allahu disa prej gjunaheve tuaja. Të tjerëve, disa ja fal, disa s'ja fal. Andaj largohuni tash, para se të hymë në muajin e bekuar, prej çfarë do gjunahi qoftë, i madh apo i vogël, e në veçanti prej atyne që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'al mubiqat. Largohuni prej 7 gjunaheve shkatërruese. E i thanë të pranishmit, cilat janë ato o i dërguar i Allahut. Tregojnë ato gjunahet shkatërruese. E para tha e shirku billah, me i bo shok, me i bo ortak, me i bo rival Allahu te bareke ve taala. E dyta e sihr, me bo magji, runa zot. Që po e thëmë, për fat keq është përhap shumë në këtë popull edhe në këtë vend, në kohët e fundit, e sidomos këto 2-3 dekadat e fundit. Thuaj se gati çdo 2 familje ka këto probleme, apo çdo e treta. Tjetri gjuna shkatrues që duhet me u largue, wa qatlu nafs allati harrama Allahu illa bil haqq. Edhe me u largu pe vrasjes së njerëzve të pafajshëm. Se nëse jeti në front, edhe lufton me armikun aty nuk ka mëshirë, sepse nëse se vret armikun në front ka me të vrajë ty. Mirë po ja vllazër na me u vranën mje vete, ja pe shefni çdo ditë që po raportohet. Raste të një pasnjëshme, dhunë familje,
burrat ndaj grave, gratë ndaj burrave, vëllezërit ndaj vëllezërve, vëllezërit ndaj motrave, ruana Zot edhe ndaj prindve. Ruana Zot. Jo mos me bo këta, po më u largue. Pastaj gjunahi tjetër shkatrues që duhet më u largue, se është kush për me na u pranue, kush agjerimi, është kush për me na fal Zoti neve, është me u largue, jo mos me hangër, po me u largue prej ribas, prej kamates, fajdes. S'pohet Allahu, s'pohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos e merrnja, mos e epni, po pohet mos ju afro, ijtanibu, largau, ik pej saj. Tjetra prej gjunave shkatruese, eklu, malul jetim, me u largue prej pasurisë e jetimit, mos m'ja hangër pasurinë jetimit. Shifni vëllezër çfarë raste shkemi të rënda. Shtoja kësajna pastaj familjarët, kur ju vdes vëllave mesin fëmia jetim, i qesin prej shtëpie, ka dek baba, ka dek nana, u krye mohabeti. Nëse në vajza shkojnë i martojnë dikun veç me hik qafe. Nëse në djemi shtin me punu puntrana, pse se ka babën. Veç me afrue, a ja han pasunin, ja han token, apo ku dim parta çka i kalon baba i vet. Është pasuni e helmu me runu pe sajna. Tjetra prej gjunave shkatruese është e tawalli yawm az-zahf, me ik pej frontit luftës kur ka luftë. Çato se kemi, çat gjunave s'besoj që jem të po për momentin. Amo dikush e ka bo 98-99. Po pak janë kona ata që e kanë bo. Dhe shtata prej gjunave shkatruese është çka etiketimi, shpifja, përgojimi i grave të ndershme besimtare muslimane. Se të nas ka kurfar kriteri, kurfar standardi, pe njoftish pa ditë folin për gratë huja. O vllazni, ka një e kena edhe bol për na del, këshëni se cili gruën e vetë, këshëni se cili familjen e vetë, merrni se cili me punë të veta që i përkasin, e mos u merrni me punë të hallkut e me punë të huja. Dhe nëse ne largohemi për këtyne gjunahave shkatruese, për këtyne gjunahave të mëdhaja që ka dhe të tjera, që është pirja e alkoolit, që është pirja e drogës, që është rëna e tradhtia, e kështu me radhë, që Imam Dhahabiu i ka përmend 70 prej gjunahave të mëdhaja. Nëse largohemi për këtyne, atëri kemi plotësue kushtet për me na falë Allahu te bareke ve teala gjunahet tona. Sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: men sama Ramadane imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai që e agjeron Ramazanin me iman, me besim të plot në Zotin, edhe llogarit shpërblimin tek Zoti, e ka bindje që Zoti ka më shpërblye, i falen gjunahet, gabimet që i ka bo përpara, nëse pendohet për ato të mëdha që i ka bo. Allahu na fal neve. Allah i falë prindrit tonë, djetarët, ulemat tonë, mësuesit tonë, këshilltarët tonë,